Nata e 11 e spektaklit Ferma VIP 2 solli përmes ekranit të Vision Plus eliminime, hyrje të reja, emocione të forta dhe zgjedhje të vështira. Në moderimin e Luana Vjollcës me një analist drejt për drejt nga Zhaku dhe Castro Zizo, mbrëmja e SHN-s pati një sër zhvillimesh që ndryshuan dinamikën e lojës dhe krijuan tension mes fermerëve. Roni ishte fermeri që ndërpreu rrugëtimin e tij si pasojë e televotimit të publikut, por njëkohësisht edhe një vendimit të papritur të Big Bastës. Big Basta! Për herë të parë me vendim të Agajt, Luana shpalli emrin e fermerit më të votuar nga publiku, atë të Big Bastës. Fermeri pati një avantazh të veçantë, të zgjidhte nëse do të shpëtonte të eliminuarin dhe të mbante vetëm 10% të buxhetit, apo ta linte jashtë dhe të përfitonte 100% të shumës. Largoj të eliminuarin edhe marrim 100% buxhet. Pas një momenti reflektimi, Big Basta vendosi të përdorte strategji të forta në lojë. Zgjodhi buxhet maksimal duke i dhënë fund rrugëtimit të Ronit në spektakël. Një vendim që pati reagime të papritura nga të gjithë konkurrentët. Burilik mos ma bë këtyre, burilike. Burilik, çfarë do bësh? Me 10%. Por ndërsa një derë u mbyll, një tjetër u hap në Ferma VIP. Një hyrje e re befasuese surprizoi fermerët. Nena, vajza nga Peja, u bë zyrtarisht pjesë e këtij formati. Me pamjen e saj tërheqëse dhe hyrjen me shumë stil, Nena mori menjëherë vëmendje. Rrjedha e ditëve do të tregojë nëse ajo do të ndikojë në aleancat ekzistuese apo do të sjellë të tjera dinamika në fermë. Një tjetër moment emocionues u përjetua nga Ester, e cila gjatë kësaj jave ka treguar shpesh mungesën që ndjente për prindrit, veçanërisht për të atin që kishte kaluar një gjendje të rëndë shëndetësore. Një surprizë e papritur nga dy prindrit e saj solli lot reflektim dhe shumë ndjeshmëri. Nga ana tjetër, raporti i Limit me Albën vijon të mbetet në qendër të vëmendjes, një marrëdhënie kjo që ka shkaktuar trazira jo vetëm brenda në fermë, por edhe tek publiku. Po normalisht i bie kjo. Me debate të forta, vendime të papritura dhe emocione të vërteta, Ferma VIP 2 vijon të jetë një nga programet më të komentuara. Ndaj mos humbisni asnjë moment 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus.